Falenderojmë të madhin Allah. Falenderojmë krijuesin tonë, sunduesin, bikqyrësin, furnizuesin e gjithësisë. Dhe bim salavat dhe selam i pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Dhe mbi shokët e tij besnik, dhe mbi të gjithë ata të cilët trasojnë dhe shkojnë rrugës së tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër musliman, nëse ndonjëri prej nesh është musafir udhëtar dhe në rrugë e sipër e gjen se rruga kryesore të cilën është duke hesur në te do gëzohet në dy rrugë apo rrugica. Njëra prej tyre është rrugë asfaltuar, është rrugë e mirë në të dy anët me pemë dhe hije të ndryshme dhe të bukur, në të dy anët me kafene, në të dy anët me kënaqësi dhe bukuri, të cilat i kërkon trupi jon, të cilat na e kënaqin syrin ton dhe të cilat na ngopin veshin ton. Mirë po në këtë rrugë para se me hynë te, një shenje madhe dhe në të shënon kjo rrugë, edhe pse është e mirë dhe e kaluar, mos shka në te, sepse fundi i saj është i idhët, sepse në te, në fund do të mrishë në shkatërim, në helaq. Ndërsa në anën tjetër, është rrugica e dytë, e cila shkon nga malet dhe kodrat, dhe shkëmbënjet, rrugë e pa asfaltuar, rrugë e randë, dhe gjithashtu në te gjen një tabelë të cilën shënon në te, merre këtë rrugë dhe vazhdo në këtë rrugë, sepse edhe pse kjo rrugë është e keqe, e idhët, e randë, fundi i saj është e ëmbël dhe kjo të qetë në atë qytetin e bukur dhe të mirë, ku je nisti dhe ku e ke për qëllim me shku. Normalisht, se njeriu është tash një dyshim se ka t'ja mbaj, ai ka vendos që të mbrinë atë qytetin atje ku nis me shku. Atë janë mbaj rrugës të mirë të asfaltuar, me plet të mira dhe kënaqësi, mirë po fundi është idhët, apo të janë mbaj rrugës të randë të vështirë, por në fund ka selamet shpëtim, pa dyshim se trupi i tij, pa dyshim se kojtja e tij, pa dyshim se epshet e tij na kanë me thanë, merre rrugën e parë, rrugën asfaltuar, se kënaqesh në te. Mirë pas së shpejti ndërhyn mendja njeriut dhe thot, oj trend, oj çmendur, që shke mundësi me marrë këtë rrugë, me shiju këtë të mira dhe kënaqësi, dhe në fund me përjetu të idhët, me përjetu një tragedi dhe fatkeqësi dhe mizori, me rrugën e randë dhe të vështirë, sepse vuajtjet në te janë të përkashme, kryesorja që në fund të mrina atë qytet të lumtur dhe i harrën vujtje dhe vështërsitë. Po vllazën musliman, kjo është shembull shumë i thjeshtë dhe praktik për rrugën e xhenetit dhe rrugën e xhehenamit. Rruga e xhenetit është shtruar me therra dhe gjemba, rruga e xhehenamit është shtruar me drandafila dhe me lule dhe me epshe dhe kënaqësi. Rruga e xhehenamit krejt që ka ta dënë qefi, krejt që ka ta kërkon epshi, krejt që ka ta kërkon kojtja jote. Rruga e xhehenamit bët që ka ta kana, dhe është shumë e natyrshme që njeriu t'i përgjigjet atyre kërkesave, sepse janë mbjellur në natyrën e njeriu të dashuria ndaj atyre gjërave, ndaj kënaqësive, është mbjellur natyrën tonë dhe ne i dojmë ato. Ndërsa rruga e xhehenamit rruga randë, rrugë e vështirë, rruga e xhenetit rrugë randë, rrugë e vështirë, rrugë me therra dhe me gjemba, nuk ka drandofila, rrugë me vështërsi, rrugë me ibadete, rrugë me lodhje, rrugë me sabër dhe durim, dhe vallahi këtu të gjitha janë therra dhe gjemba, sepse natyra njeriu të nuk i dënë, por mendja njeriu të urdhëron dhe ja imponon njeriu që t'i punoj këtu vepra sa të randa në këtë dynja,
sepse fundi është i ëmbël dhe është i mirë. Fundi është xheneti, sikurse atje ku mendja ndërhyn, dinin ndërhyn, imanin ndërhyn, dhe thot ruaj largoju rrugës së keqe, largoju rrugës me lule, largoju rrugës së shtruar me epshe, sepse fundi i saj është i idhtë, fundi i saj është xhehenemi. Dhe kjo thjesht i përngjan sikurse ati nxënësi apo studenti i cili e obligon vetveten ta izolojë nga familja e vet, përderisa familja hajnë dhe pinë, e shiqojnë televizorin, shetisin dhe knaqen dhe bëjnë një bisedë. Ky i shkretit detyrohet të izolohet në një dhomë, apo në konvikt, apo në banes, apo në vend ku mëson për ta kaluar provimin, sepse është i qartë dhe i bindur, e ka të qartë dhe është i bindur, se pas kësaj lodhje dhe mundi, do ta shijoj kënaqësinë e atyre provimeve që i ka dhënë. Pra edhe rruga e Allahut, rruga e xhenetit është rrugë sa e rëndë, por duhet muslimani të bëjë sabër, sepse pason kënaqësia e Allahut. Për atë arsye, pejgamberi alayhi salam na tregon neve ku thot: "Huffetil jannetu bil makari wa huffetin naru bish shahawat." Është shtruar xheneti me urrejtje, është shtruar rruga e xhenetit me therra, me gjemba, me punë të rënda dhe të vështira. Punë këtu ku nuk mund t'i bëj secili, ku nuk mund t'i zbatoj secili, punë dhe obligime dhe detyra, ku nuk është i gatshëm çdo njeri t'i nënshtrohet atyre obligimeve, nuk është i gatshëm çdo njeri të vijë në kohë të xhamas ta lej dy janë, nuk është i gatshëm çdo njeri të bëj sabër dhe të agjëroj një muaj Ramazan, nuk është i gatshëm çdo njeri të bëj durim dhe sabër kur t'i humbi afërmi, apo pasuria të dëroj dhe të lidhet me Allahun, nuk është i gatshëm. Pra rrugë me therra, rrugë me gjemba. Dhe ndëgjon në lidhje me këtë, çka thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, në lidhje me xhenetin e bekuar, kur e ka kriju Allahu azza wa jall. Thot alayhi salatu wassalam, kur e ka kriju Allahu xhenetin, i ka thënë Xhebrailit: "Shko dhe shiqo çka kam krijuar unë për robët e mi." Dhe shkon Xhebraili dhe shiqon xhenetin, e thot: "O Zot, pasha madhnin tënde, nuk ka kush që ndëgjon për atë bukuri që ke përgatit, e që nuk futet në xhenet." Pra që nuk punon për xhenet, e që nuk futet në xhenet. E kush është ai i cili ndëgjon për xhenet, e nuk punon për xhenet, përpas atyre që janë të çmendur? Pastaj Allahu azza wa jall e shtron rrugën e xhenetit me therra, me gjemba, dhe i tha Xhebrailit: "Pa ta shiqo xhenetin si dyti." Dhe kur e shiqon rrugën e xhenetit, Xhebraili alayhi salam i thot Allahut azza wa jall: "Pasha madhnin tënde, kam frikë se asnjë rob i yti nuk ka më futur në xhenet." La ilaha illallah. Rruga e xhenetit e rëndë, rruga e xhenetit e vështirë, vëllezër musliman. Pra dhe Xhebraili i bekum ka frikë dhe dro se nuk do të ketë njeri në fytyrë të dunjas i cili do të ketë mundësi të përballoj atë vështirësi dhe atë rrugë e cila do të ballafaqohet me të në këtë dunja e pastaj të shkojnë në xhenet. Pra po thotë se asnjë ne nuk do ta meritojmë xhenetin, se do të mashtrohemi prej të mirave të dunjas. Pastaj i thot Allahu azza wa jall: "Pa shiqata xhehenemin që kam përgatitur për robët qufar, pa besimtar, të cilët nuk e besojnë Allahun azza wa jall." Shkon Xhebraili e shef xhehenemin dhe thot Allahut: "O Zot, pasha madhnin tënde, nuk ka kush që ndëgjon për xhehenem e që futet në te. Po wallah, kush është ai i cili ndëgjon për xhehenem, vëllezër musliman, për përshkrimin e xhehenemit, për gjendjen e xhehenemit, e punon për xhehenem dhe shkon për xhehenem. Vetëm ata që nuk kanë sy, vetëm ata që nuk kanë vesh, vetëm ata që nuk kanë men dhe nuk kanë zemër." Pastaj Allahu azza wa jall e shtron rrugën e xhehenemit me lule, me kënaqësi, me epshe, dhe i thot Xhebrailit: "Pa shiqo tash xhehenemin, pa shiqo rrugën e xhehenemit." Dhe Xhebraili pastaj thot: "Pasha madhnin tënde, nuk
ka njeri, nuk ka, kam frikë pasha Zotin, kam frikë se nuk do të ketë njeri që nuk do të futet në te, nuk do të ketë njeri që do të shpeton prej të mirave të dunjas, prej të mirave të asaj rrugë cilat çon në xhehenem. Allahu na rujt prej atyre të mirave, Allahu na rujt prej asaj rrugë të xhehenemit, ya Rabbel Alamin. Pra vëllazër musliman, rruga e xhenetit pak sa randë, e shtruar me therra dhe gjemba, por fundi ëmbël dhe i mirë, dhe të durojmë dhe të bëjmë sabër, se kjo rrugë është e shkurtë, kjo rrugë është afat shkurtë, dhe vjen dhe pason kënaqësia e Allahut, dhe rruga e xhehenemit e shtruar me të mira, me kënaqësi, por fundi i thtë, fundi i randë shkatërrimi. Allahu na ruaj prej xhehenemit dhe na bë për atyre të cilët punojnë për xhenet. Ya Rabbel Alamin, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.